Në mjediset e Universitetit të Prizrenit sot janë promovuar dy poet shembullor të Varnanit shqip, Armenida Qyqja dhe Best Camaj. Fillimisht dekania e Fakultetit Filogjik Vjollca Dibra foli për këtë promovim bashkë me drejtoreshën e bibliotekës Sadete Sadikaj. Kurse lidhur me poezinë, Armenida Qyqja recitoi e lexoi profesor doktor Muharrem Gashi, i cili vlerësoi lart veprimtarinë e poetës Armenida Qyqja. Sot kemi kënaqësinë që të kemi në mes nesh Best Camaj dhe Armenida Qyqja, të cilët me veprën dhe angazhimin e tyre përfaqësojnë denjësisht kulturën shqiptare jashtë atë dheut. Prania e tyre këtu sot është një mundësi e mirë për një dialog kulturor, për shkëmbim, për vojazh, frymëzim për ju studentë të nderuar dhe për gjithë ata që janë dashamirë të letërsisë. Dëshiroj edhe një herë të falenderoj dhe bibliotekën e Prizrenit për këtë bashkëpunim të shkëlqyer, për përkushtimin në organizimin e këtij aktiviteti, si dhe gjithë ju që me praninë tuaj po jepni vlerë kësaj ngjarje. Uroj që kjo veprimtari të mos jetë vetëm sot, po të vazhdoj aktivitet me që forcon lidhjen mes universitetit, mes institucioneve kulturore dhe mes të gjithë krijuesve tanë që jetojnë e veprojnë kudo jashtë Kosovës. Se shkrimtarët janë ambasadorët më të mirë të një vendi prej nga vinë dhe dinë të prezantojnë pasi që përmes tyre ata arrin të ruajnë edhe gjuhën, kulturën dhe traditin e vendit prej nga kanë ardhur. Në këtë rast krijuesit që edhe pse nuk jemi njohur më parë personalisht, jemi njohur vetëm përmes shkrimeve të tyre. Do thotë është parë shumë arsyeshme që ata sot të jenë së bashku me ne dhe së bashku me të gjithë ju këtu në këtë moment. Kemi zonjën Armenida Qyqja nga Shqipëria, që jeton dhe vepron në Amerikë, e cila ka bërë emër në letërsinë botërore dhe bashkohore, me 10 libra të botuara dhe 2 libra në tregime. 10 në poezi, 2 në tregime, si dhe zotrin Best Camaj nga Kosova në Zvicër, edhe ai ka të botuar vëllime të ndryshme të poezive, i njohur për krimtarinë e tij lirike. Mirë se erdhët në këtë aktivitet i cili është organizuar për promovimin tuaj në këtë rast. Ky takim është më shumë se prezantim letrar. Është një urë arti që lidh artin në mes të vendeve të ndryshme ku jetoni dhe veproni, në mes të atdheu dhe diasporës, në mes traditës dhe modernitetit. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me punën tuaj, me frymëzimet tuaja, me sfidat në të cilat ju keni kaluar dhe vazhdoni të kaloni. Edhe pse jetoni diku tjetër me zemër, shpresoj që gjithsesi mbani vendin tuaj prej nga keni lindur. Të kultivosh vlerat e shkrimit shqip është domosdoshmëri e kohës, ndërsa të promovosh vlerat portretizuese të artshkrimit shqip, sa shuan jo vetëm dhembjen e krenarinë, por edhe domosdoshmërinë bashkë me madhështinë, nga se i kemi mbetur mangu vazhdimisht kohës, jo vetëm të këtyre ditëve të sot. Bashkohorja, në nismë të këtyre hapjeve të ndryshimeve të zhvillimeve të mëdha të këtij fillim shekullit të ri, gjithsesi, se qoftë se edhe me përgjithësime, padyshim se edhe në këtë troje nuk po mund të shkëputet nga epoka e një mendësisë unitare. Nga epoka që drejt për drejt, madje edhe më me pasoja po vazhdon ta gryjë për brenda djetin e urtësisë së autoktonisë. Historikut të letërsisë shqipe në diasporë, sigurisht studiuesit kanë arritur që të bëjnë një ndarje, një klasifikim në mes të letërsisë së diasporës të vendeve historike, ato që ne i kemi njohur edhe si kolonitë shqiptare, të cilat kanë vepruar, siç e dini ju, në Itali, në Turqinë e asaj kohe, në Bullgari, në Rumani, në Greqi e në vende të tjera, dhe pak më vonë vendet ose toposin e letërsisë së diasporës në modernitet, siç e kemi rastin sot të kemi letërsinë e diasporës në vende të shumta të kontinentit tonë, pra në Europë, po ashtu edhe jashtë kontinentit në Amerikë dhe në vende të tjera. Sa i përket përfaqësuesve dhe modeleve në të cilat shkruhet letërsia e diasporës, letërsia mirëfillt e diasporës, sigurisht që në modernitet dy prej emrave që përfaqësojnë këtë letërsi i kemi edhe para nesh.
Edhe Qazim më tha që lexoi një rececion nga poetja Armenida Qyqja. Duke lexuar me endje poezinë e Armenida Qyqja me shumë përqendrim, shihet se ajo ka stërndërtuar qaste për një mozaik të bukur dhe plot shpirt poetik, që nuk është një gjë tjetër veç se mozaik një jetë shpirtërore, i një dhimbje individuale, i përjetimit dhe emocionit, i dashurisë dhe malli që shoqërojnë njeriu që prej momentit kur fillon të ndërgjegjësohet dhe të njohë botën dhe jetën deri në vdekje. Poetja ka lindur në Tiranë në vitin 77, është një nga zërat më të veçantë poezisë shqipe bashkëkohore. Ajo është autore e 8 librave me poezi, 2 librave me tregime të shkurtra dhe 2 përmbledhjeve poetike në gjuhën angleze. Që për vitit 95, Armenida jeton në Kanada, ku punon si asistente dentare, por pasioni i saj i pandar ka mbetur letërsia. Prandaj poetja Armenida po rikthehet sot në gjenezën familjare në Prizreni, që ka një shpirt të ndjenjë sidomos tek ata që duan poezinë dhe kanë poezinë shpirtërore, siç e ka Armenida Qyqja. Promovimi i veprave të Armenidës në Prizren ka një mesazh të rikthimit shpirtëror të kësaj poeteje. Vetë letërsia është pasqyra e shpirtit kombëtar dhe poezia si zhanri më i ndjeshëm shpesh merr përsipër të përmbledh historinë, dhembjen, lavdin dhe ëndrrën për një popull, kur këtë të thuash e gjen pikërisht tek kjo poete, tek ky vëllim, dhe poetja hyn në një traditë me zë të fuqishëm liriku atëtar. Andaj ky libër është një akt dashurie, devocioni, dashuri për atë dheun dhe për të tjerët. Poetja në poezinë atë dheun brenda me e shkruan, me shpatullët e mia rrëzuat një fron, po mbi mua shkelet dhe ngrinin një tjetër. Kurse për veprën e poetit Bes Camaj ka folur Flamur Shala. Besniku është i njohur në botën letrare me një emër kështu pak më shkurt, Bes Camaj, dhe normalisht ata që lexojnë dhe kanë parasysh vetëm mbi emrin, ka njëherë mund të ngatrohet me Martin Camaj. Thënë të drejtën, poezia është aq individuale, sa që nga njëherë gjejmë vargjet cilat përkojnë me vargjet poezive të autorëve të mëdhenj. Sepse fundja, një autor i cili shkruan, një poet i cili shkruan, përpiqet në vazhdimsi që një realitet objektiv ta ngre në një realitet tjetër, që ne i themi realitet artistik. Dhe kur arrin këtë, ai pastaj le ta mbroj emrin, gjendjen sido që tjetër, poezia e tij flet, edhe poezia është ajo që e identifikon pastaj edhe emrin e tij. Sigurisht që është emocion të jesh në auditor universiteti për disa arsye, para se merr plotësimin akademik, e dyta se lidhesh drejt për drejti me rinin, që është ajo që është motori i jetës, vazhdimësia dhe shpresa jonë. Që unë nuk do ta zgjas shumë, sepse duaj që të jenë studentët ndoshta që të marrin kohën që duhet për të lexuar dhe për të lidhur në një mënyrë më organike me atë që quhet poezi. Janë 2 gjëra të bukura që ndodhen sot këtu. E para është kjo kohë e bukur me diell, dhe dyta jemi gjithë ne këtu së bashku që kemi kriju një sinergji për të mirën e gjithëve, besoj. I falenderoj. Pastaj studentët rezituan vargjet të këtyre poetëve dhe bashkë biseduan me autorët. Promovimin e organizuan në Universiteti i Prizrenit dhe Biblioteka Ndërkomunale në Prizren. Sa herë trembur, hap syt të përgjumura, të thrasin ty buzët, si një psalm sërisht e sërisht. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.